Mirë? Mirë, si shko. Mirë, faleminderit. Një pyetje kisha po. Kur ka qenë hera e fundit që jeni taku me veten? Pa i zotën, që keni këto pyetje më hamon? Ua, pa të pëshimë, valla. E shkurtër fare. Kur je taku me veten për herë të fundit? Kur jam takuar me ke? Me veten. Me veten time? Po, kur je takuar për herë të fundit me veten? Me veten takohemi për ditën. Sepse asi me problemet që ka shoqëria në përgjithësi. Kur është në përgjithësi të kap edhe mua dhe ty. Veçanti pastaj. Më shumë të lidhë e përgjithshmja apo e veçanta? E përgjithshmja është me mua. Ajo të dhe më shumë, Ajo të kap, e veçanta tash e manevroni qik po dhe. Çfarë shqetësimi ke më shumë për shembull? E ke filozofik, psikologjik apo praktik? Tashim praktik, nuk bëhet fjalë për praktike, po problemi është e ke dorëzu. Është të zë fizik, se jam vetëm personi, më ka lënë gruaja shpejt edhe këto probleme i ndjen njeriu. Po kur e kishe gruan thoje ta nxinte jetën. Jo, s'ma nxinte jetën. Kisha njerit shumë të mirë. E thu sot i? Ta pyesje ty herë, e thu sot them që të mungon. E ke thonë gjithmonë? Të them sinqerisht që kam pasur familje të përkryer. Për veten time plas. Ajo të qëndronte në këmbë, çka ke? Pse kysh tek je mirë qyshe? Po. Marrëdhëniet e mira unë nuk e harroj të asaj gruaje. Bravo që jemi mirënjohës. Edhe jam shumë mirënjohës. Edhe them na njërë të vete të vdeset shkojnë tek varrja e saj. Më bëjnë, do dalja emanet, më bënë në një varë të dyve. Kështu e po gratë sot, me si janë sot, kush ka pas komanduar më para? Gratë apo burrat? Këto i përkasin në periudat të veçanta. Në kohën parë, si mbas të thënave të gjyshit tim, gjyshi im ka qenë fetar, po ka qenë edhe esnaf në marrëdhëniet. Kanë ngelur në babajen atë. Zaime thoshin. E përfundoi veten shumë mirë edhe shumë i kënaqur në jeta, po dhe njerëzit që flasin për ata flasin shumë. Flasin mirë, kjo po. S'ka pasuri më të madhe sa kjo. Po. Kjo është. Po. E mbyllën. Kush komandonte atëherë? Komandoshin burrat. Dëgjoshin burrat më shumë. Burrat komandojnë më shumë. Dikur, po sot? Po sot kush komandojnë? Sot janë shpërber këto marrëdhënie. Po nga se ka ardhur kjo? Na shoqëria në përgjithësi është e pa zhvilluar si duhet, si ta çdo njeri bën analizën vetvete. Po dhe në kompleks duhet edhe shoqëria të tërë të diskutojë një problem. Cili na shqetëson sot? Siç po diskutojmë ne. Po, siç po diskutojmë ti komplet mod. Po, këto nuk bëhen si duhet. Nuk bëhen? Nuk bëhen. Vjen nga padituria, apo është... Vjen nga egua. Nga egua. Shumë ego. Njerëzit janë bërë që kësi e quajnë vetën të pa... Gjithë ditur. Të ditur të tërë. Po të ditur s'janë të ditur të tërë. Ka mangësira në këtë drejtime dhe këtu janë ato vështirësitë që hasë. Po pse më para s'ka qenë kjo që njerëzit bëshin që të thoshin që jemi gjithë ditur? Dijo shumë para unë ruajnë ca probleme na gjyshi, të lena na gjyshi, se unë se arrita, di gjyshi unë kisha një 2 muaj shkë. Po, e vërteta është ka ngelur nga e kaluara disa probleme, që kjo sot, kjo shoqëri, ose shtet, nuk i kanë dhënë atje si duhet, në mbi baza që duhet. Për shembull shkolla ka një detyrë shumë të rëndësishme. Për shoqërinë. Për shoqërinë, për arsye sepse ata nxënës që mësojnë sot në shkollë, kanë dije më të mëdha na që kanë qenë, kanë
në zhvillimin e shoqërisë më të madh nga çka qenë. Kështu që edhe njeriu do të ndryshojnë, do të jetë. Por e kanë shkatruar, arsinë e shkollën. Po familjen? Dhe familjen pra. Familjen pa jo janë ka lidhje me njëra tjetrën. Po tani që ta mbyllim tani, që mos marrë shumë kohë. Është më mirë kur komandojnë gratë shtëpi apo kur komandojnë burrat? Si nda? Nuk dalen në shtëpi, komandimi. Burrat me komandim në shtëpi, nëse ti gra e ke tik detyrën bekti. Ose gra e thot burr ti ke tjetër. Komunikimi në familje është aja e problemit që diskutojmë. Do të merë marrëveshja e mirë midis nënes dhe babait të nxjerrë fëmin më të shkëlqyer, më të mirë për shoqërinë. Këtu do të rrajnë të gjithë shkolla detyrën e saj, prindit të saj, edhe në përgjithësi del një shoqëri e mirë. Kështu gjykojnë unë atë ideal. Sot merrem më shumë me të jashtmen apo me të brendshmen? Ne, njerëzit. I bjen gjoksit, jemi delikat në shqiptarët. Jemi delikat. Ne mazalla, po të shumë i gjera dhe ata që janë... Po qa është greku, qa është... Kasoj me ne, qa është greku në paranesh. është ne mund të ketë zhvillim në një problem, po së është me zhvilluar nga ne, si kombë. Edhe kështu edhe shtetet të tjera. Në përgjithësi, bota duhet të luftojnë, të gjejnë jo luft për të vrarë, po luft për të zhvilluar trurin, që të gjejnë të mirën, që të gjejnë të mirën në njerëzit të të. Edhe ato prandaj po luftojnë atje, që të gjejnë më të mirën, apo jo? Pa, kanë tendenca pasurie, luftan më tepër, bënë... Ego, paraja, pasuria, kush e dënë më shumë. Përshëndes, të kesh jetë, të falemdej do djallë shumë, të kesh mirë. Mirë pafshim, qofshe mirë. Si jeni? Ku i taku për herë të fundit me vetën? Me vetën? Për ditë. Për ditë e për ditë. Arrivederci. Ka pyrë të poshë. Se do politike ti? Jo mërë, politike e futën burgat të re, sa shkatru që prija, kaq. Sa futën një velion? Jo mërë, mi velia ka punë vetë, po futë këtë tjetër këtë. Trapin? Jo trapin, jo, rapin tjetër këtu. Trapin tjetër këtu? Po kur që se fusin pra? Trap kush? Po kësë spagu? A, më përë, di që vje mërë me, po. Mirë, okej, ika. Po ikën e? A fash pra? Që do më po përgjigje për... Po pëse se fusin pra? Kush dhe fusi? Kush dhe fusi? A di spagu atë punë. Po pëse s'pe bon spagu? Spagu po e zvarit. Pse s'pe bon spagu? Mere futë paraqite, me s'ka nevoj, por 2 qytetarë i mrejnë, jo 500.000 dishmarë. Si gërdete, si senarë. Po mirë, i bishi kjo e 97. Kjo e ka spagun vetë? Po. Mirë. Kjo të po një me. Haj.